Heroi 25 vjeçar që shpëtoi një familje të tërë nga flakët, mes tyre dhe fëmijë. Kjo është historia e Nike Bostic, një 25 vjeçar amerikan, një histori frymëzuese, por mbi të gjitha inkurajuese dhe guximtare. Ishte 11 qershor, viti 2022. Nike ishte në shtëpinë e tij, në divan, dhe teksa po bisedonte me të fejuarën, po shikonin televizorin dhe papritu filluan që të grindeshin. Mirë po, grindja u bë pak e fortë, dhe kështu që Nike për mos të vazhduar më, doli që të merrte ajër të pastër. Mori edhe çelsat me vete, por mendoi, pastaj teksa doli jashtë, që të merrte makinën dhe të bënte një xhiro me makinë. Teksa lëvizte me makinë, eci dhe u largua disa kilometra nga shtëpia, kur shikon një dritë tej në horizont, në një nga shtëpitë që ishte aty, shtëpi të ulta amerikane. Shkoi drejt asaj drite, kur shikon ishte flak. Pra i mendoi se mos ishte në një mas e ndonjë shtylle elektrike, sepse flakët vinin nga lart. Me fjalë, nuk ishin poshtë flakët, por ishin sipër. Atëre ai ju afrua asaj shtëpie, por doli nga makina dhe filloi që të kërkonte ndihmë, sepse kuptoi që ishte plot me flak brenda. Kaluan 2 makina, ishte vonë, nuk ishte shumë vonë, ishte rreth orës 10:30 në darkë, dhe ai u kërkoi ndihmë atyre 2 makinave që kaluan. Askush nuk ndaloi. E kështu ai u fut brenda. U fut brenda dhe kërkonte, sepse dëgjonte disa të bërtitme. Dhe kërkonte se ku ishin këto të bërtitura. Ishte babai i një fëmie të sapo lindur. Babai i ri, rreth 18-19 vjeç, që mbante vajzën e tij në krah. Mirë po, një tjetër fëmijë e tij ishte bllokuar. Dhe Nike filloi që të kërkonte ku ishte fëmia tjetër, teksa ky babai, që nuk dinte se nga të dilte, për më tepër ka shumë njerëz që nuk janë ekspert, jo sepse Nike ishte i zjarfikses, absolutisht jo. Po ai kishte marrë disa leksione vetëm nga rrjetet sociale. Dhe kishte vënë një bluzë këtu përpara që të mos të mbytej nga tymi. Dhe si përfundim, mori babain së bashku me vajzën e vogël dhe i nxori jashtë. Por ai tha që gjenden edhe 2 fëmijë brenda të tjerë, pra 2 fëmijë të tjerë, një 6 vjeçare dhe një 4 vjeç, fëmia tjetër 4 vjeç. Atëre ai u zhyt edhe një herë mes flakëve. Shkoi aty, por flakët tashmë ishin përhapur gjithandej. Gjeti të voglin, 4 vjeçarin, e mori, e ngriti në krah dhe teksa dilte u dojgji në krahun e djathtë. Njëkohësisht kishte frikë se mos digje edhe nga flokët, dhe teksa ishte aty mori një kovë që ishte, sa e nxori fëmijën jashtë, mori një kovë të luleve që ishte aty, kishte pak ujë brenda, e hodhi në kokë. Ndonse u bë tërë balt nga kova që ishte me balt brenda, më shumë se sa me ujë, ai u fut brenda dhe gjithmonë me atë bluzën që kishte vendosur përpara hundës dhe gojës, u fut që të kërkonte vajzën, nuk e gjeti. Dhe filloi të kërkonte gjithandej, teksa kërkonte, mendoi që ky ishte fundi, sepse rruga për të kthyer mbrapsht ishte bllokuar nga flakët. Flakët tashmë kishin marrë pothuajse gjithë shtëpinë. Duhet të dini që pjesa dërmuese e shtëpive në Amerikë janë prej druri, dhe në fakt ky është problemi kryesor zakonisht. Ndonse shumë nga këto dru që përpunojnë për këto shtëpi janë kundër flakëve. Megjithatë, ai filloi që të kërkonte dhe dëgjoi duke i bërtitur. Kjo vajza, teksa u fut brenda, i tha tatit si quhet. Keila, i tha. Keila, i thot ai, dhe ky futet, dhe teksa u fut brenda bërtiste. Keila. Dhe nuk dëgjonte asgjë. Kur në një moment dëgjoi një zë të imët, shumë të ulët, që ju përgjigj. Ajo ishte bllokuar nga tymi. Njëkohësisht kishte edhe frikë dhe ishte në një cep të një dhome. U fut aty, e mori vajzën, por ku të dilte, se tashmë ishte komplet i bllokuar vendi nga flakët. Atëre mendoi një çmenduri. Mendoi që të ngjitej në katin e dytë. Duhet dini që zakonisht kur flakët marrin, tymi kryesisht ngjitet lart dhe është momenti më i vështirë, sepse nga tymi më shumë njerëzit vdesin nga tymi sesa nga flakët. Pra kryesisht është tymi që vdes njeriu dhe pastaj vijnë flakët më vonë. Dhe të paktën kështu thuhet sipas ekspertëve, padyshim mes nesh ka dhe ekspertë, do më thoni ju, nëse është e vërtet apo jo. U ngjitën në katin e dytë, dhe në katin e dytë ai gjeti vetëm një dritare nga gjysma e shtëpisë, sepse gjysma tjetër kishte marrë flak prej kohësh. Dhe aty ajo dritare e vogël ai mendonte që
hithe njerë fëmijën dhe pastaj vetë. U bë një rëmuj në atë moment, sepse jo vetëm tymi, por edhe flakët filluan që të përpini gjithë shtëpinë. Ai i gjuajti me grusht xhamit. E thyu xhamin, por u qa në krah. Njëkohësisht edhe nga fytyra, sepse shikonte se ku do ta hithe fëmijën, me fjalë kur shikonte poshtë. Dhe si përfundim e mori vajzën Kaylin dhe i tha që të dilte jashtë. Teksa po e nxirte jashtë, i kapi këmba tek parmaku i dritares me xhinset që ajo kishte. Dhe në një nga këto gozhdët ose nga këto ashkat e drujve që ai thyeu të dritares, nuk mundi që ta linte fëmijën që të binte poshtë, me fjalë ta hithe që rrëshqiste të binte poshtë. Dhe si përfundim i shqyeu ato xhinset dhe si përfundim e la që të rrëshqiste derisa ra poshtë. Arriti më në fund që të dilte nga ajo dritare, por nga ana tjetër, sepse aty nuk dilte dot më. Flakët kishin arritur dhe ra poshtë. Teksa ra kishin ardhur dhe ndihmë nga fqinjët që ishin aty. Ndërkohë erdhën edhe zjarfikset. Kur erdhën zjarfikset, ai i kishte shpëtuar që të gjithë tashmë dhe shpëtoi edhe vetveten. Mirëpo të gjithë kishin shpëtuar mirë përveç tij, sepse kishte plag nga të gjitha anët. Çarje e mbi të gjitha kishte thithur tym toksik dhe kjo mund t'i shkaktonte vdekje. Në fakt mori vetë governatori po atë natë spitalin më të mirë që ishte aty në Indiana, pra në Louisiana, sepse ngjarja ka ndodhur në Lafayette dhe kërkoi që mjekët më të mirë ta kuronin. Ajo që ishte më prekse në këtë histori ishte fakti që pasi e mori veten, sepse 3 ditë ndejti aty në spital, pasi e mori veten, kur shkuan që ta pyesnin se si ndjej, ai pyeti vetëm diçka: a janë mirë fëmijët? Kur shkuan që televizionit që ta intervistonin, ai tha vetëm një gjë: kushdo do ta bënte, sepse unë mendova po sikur të jetë fëmia im. Dhe kështu që nuk pranoj që ta etiketonin si një hero. E megjithatë, i dhanë çmimin më të lartë që mund të jepej, që nga viti 1900 nuk jepej, ja dha vetë governatori si çmim më i lartë për ata që shpëtojnë njerëz, Carnegie, mos gaboj quhet, dhe e dekoruan edhe si qytetarin më guximtar dhe më të denj të Amerikës në vitin 2024. Kjo pra është një histori që ju thash, jo vetëm frymëzuese, guximtare, por mbi të gjitha ka raste ndonjëherë që njeriu, ndose ai 25 vjeçar, njeriu nuk pyet për veten e tij kur bëhet fjalë për fëmijë. Dhe kemi raste edhe në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, në Mallëzi, ndër vite ka patur raste të tilla, mirëpo ja u tregova këtë sepse zjarret tashmë kanë pllakosur gjithandej nëse keni vënë re, dhe doja që të ishte në një linjë me situatën e tanishme. Si ai zjarr që ra edhe në Krujë, që falë Zotit nuk pati asnjë viktim, por autoritetet bën punën e tyre shkëlqyeshëm dhe ne i falenderojmë përzemërsisht. Kalosh një ditë bukur.